Del njeri me pushu në fundjavë, edhe e ka problem me pushu kur ishe njerëzit të folë. E tu ja fut këtë. Të këshyrim çka po thot Ardian Gjini në disa segmente interesante në televizion. Kryetari formal i Aleancës për Admerinë Ramush Haradinajt, që kryetar faktik është vetë Haradinaj. Ne jemi akuzuar si popull për një kohë gjatë që nuk dim me bo shtet, që nuk kemi kulturë shtetë. Jemi akuzuar, e dini ju. Vesh një moment. Nuk akuzu populli që s'ka kulturë të shtetë ndërtimit. Jeni akuzu ju gjatë 20 viteve pushtet, se nuk keni ndërtu shtet, keni ndërtu pushtet, keni plaçkit, keni vjedhë si hajna, e keni vjedhë shpinë tuj. Edhe gjatë mandatit tuj jënë vra njerëz, jënë vra patriota veprimtarë shqiptarë. Kështu që mos e hedh topin kërkon hiq, se ata që e kanë bo situatën, që na si popull me u akuzu, se nuk mujna me bo shtet, faj është të ju, të pushteti juj. Kur keni vendos në vend me maru shtet, keni vendos me maru pushtet, edhe me plaçkit, me vjedh, hajna. Kujna po do mja qitë fajnë ti? Tja po menon që pse del në ekranet televizive, edhe përsërit rana na jo bëhen të vërteta? Jo, zotni, na jemi dëshmitar, jemi rritë në qëtë Kosovë. Ju kemi pa që ka keni bo. Kemi shkru disa për neve. Jemi përballë me tentim vrasje, disa prej gazetarve. Unë kom pështu. Apo kupton? Jo, zotni, jo. Pa e ta shumë që ka po vazhdo me folke, zotni. Edhe unë kur nuk kom besu, edhe pse kom marrë pjesën në gjitha proceset e shtetë formimit Kosovës, në të gjitha. Kur nuk kom besu që ka me ardhë një grupim politik, edhe ka me insistu, me dëshmu, që Kosovë nuk mundet me pas sotit ligjit, që Kosovë nuk mundet me pas rregulla kushtetuese, që nëse Ky për e kalëzën që kër e ka njës këta me plaçkit Kosovën, këta kur s'kan besu që ka me ardhë një grupim politik, e që i sovrani ka me beku me besim, edhe që këta eventualisht kanë me u përbal me shpatën e drejtësis edhe me ligjin. Që kjo është qka ky po do me thonë. Mi po, këta e në ranca. Këta s'kan ftyrë me rajt. Apo kupton, se kanë problem, që janë të pa ftyrë. Rajnë hala. Menojnë që mos rasisht po harron dikush e po ju beson. Jo, nuk harrojmë na. Gjallë jemi. Dëshmitar jemi. Ju kemi pa që ka keni bon. Maskarhone tuja për 20 vjetë. Pa të vazhdojmë të shumë që ka për thotë. Pushtetar pushtetin ka me abuzu skajshëm, me qka do që është e mundshme me abuzu. Ata që Kosovës i referohen si republik, po e gjreshin prej emocionit, se republika është një DS, republika është formë e qeverisjes. Kosova o vemi jonë, jo republika, që thot ai. Kosova zgjën emocion, Kosova o shteti jonë, Kosova o veni jonë për cilin kem luftu, jo republika. Veç fakti që e relativizon edhe emnin e vendit në një formë qeverisjes. Ti pas kemet me në kalzu neve, qka të më thonë republika, qka të më thonë veni. Ti pas kemet me në kalzu neve. Njeri që ka plaçkit këtë republik, që ka pa mundësu mu bo republika. Ko keve të kuja qeli Ramush Haradinaj derën Radoqi që tu e di që ka bo masakrën në Gjakovë. Ko keve? Ku keve kur e mbyllë institutin për dokumentimin e gjenocidit serb? Ku keve kur i privatizoj 200 hektar tokë? Ku keve mëre? Gjdo ndërtez, gjdo trull, hec kat hec në rajonin e Haradinajt,
që kjo është e Dautit, që kjo është e Ramushit, që kjo është e Ardianit. More, të pabrek ju ka gjetë dita, milioner ju ka zonë darka, more. Ju kini met me na kallëzu neve, këti populli, që ja kini vjedh bukën e gojës, ju kini met me na kallëzu neve, për shka? Për Republik e për ven. Ju kini met me na kallëzu neve, dashni për ven. Ju që kini plaçkit këtë ven. Ju që jeni përgjegjës për vrasjen sistematike të gazetarëve të këtij veni, intelektualëve të këtij veni, politikanëve të këtij veni, veprimtarëve të lirisë të këtij veni. Ju që ja keni qelë derën Stanishqve e Radojqiqve. Ju po menoni që ju po menoni që sovrani juve ju ngon prallat e juve të hajnave që e kanë plaçkit këtë vend për 20 vjet. Zotni, ka marrë fund ajo punë. Lidhu e për dridhu tina për ekranet televizive, sa dush, i ka dek nona se pune. Pa të shohëm edhe pak me një program tjetër shka pas ka thonë. Unë ati vetë, unë ato kom ftu që të eftoj edhe njëherë. Në symptomin, bile, të ti e kësha ftu. Le të vjen në studio një debat me mu, me folë për qa dojnë. Kur dojnë? Le ta zhjën studio, një kisha preferu me zhjën Arben Ahmetin, me qenë zhjën të ti. Kur dojnë? Qarë do kohë? Ballafaqohem me to publikisht. Edhe nëse takohemi ku do qo, dhe dhezën kamerat live. Nuk takohem me to vetëm në zyre e me dojnë me rajt si të kryet. Takimi se toni ka rejt. Nuk kalon njëri pa rejt. Nuk e kom plan mu taku me to. Aleonca i ka tregu qa po dojnë. S'ki nevojtë me debatu me një politikan. Debati ytë ka marrë fund, zotni. Ti, dhe vetëmin debat e ki me publikun. E qaj debat është me kallëzu pse kini vjedh, pse kini vra, pse a kini qelë derën Radojqiqve e Stanishqve, pse kini mbyllë institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë, apo kupton? Pse a kini dhonë tokat shqiptare, Maqedonisë dhe Malit Zi, pse kini vjedh apet, pse kini plaçkit apet, pse kini hesht për balë në nshkrimit të marrëveshjeve ndërkombëtare që ja kanë instalu Kosovës këthetrat e Serbisë. Pse i keni toleru, e keni hesht, e keni bashkëpunu në operacionin sistematik politik të agjendës Hashim Thaqit, Hashim Franquzit, për me instalu Serbinë në Kosovë. Qaj është debati ytë? E a i sështë ishtë debat. Ti ki me dhonë logari për atë punë, zotni. Ti edhe krejt ata bashkëpartiashtë e tu që e kanë plaçkit këtë ven. S'ki të debat. Ti s'kualifikohesh për debat. Ti dush me dhonë logari dhënje, zotni. Për ty i ka dek nona debatit. Për të tillët sikur ti. Edhe të partiashve tu. Apo kupton? Shkon kje punë. Ani kur po folni, kur po thëni, na i ka cenu marrëdhëniet me Amerikën. Qysh mori ka cenu marrëdhëniet me Amerikën, kur ju e keni njerin që Amerika ja u sheh kriminal? Ja u ka listu listë zez Daut Haradinajn? Kur s'kualifikoheni mori ju me folë për këtë punë? Apo kupton? Ju s'kini kredibilitet për me folë për këtë punë. A ti shka i bjen kjo? Kjo i bjen atë si ti sa dole pej burgjit, ose sa u fute në burg për hajni, edhe po ankohesh që po vjedhen tjerët. Jo pëzëtni se nuk funksionon karakteri i moralit shoqëror që ashtu. Nuk funksionon, e di që për juve që ashtu është. Amo nuk funksionon që ashtu. Ta shohim një pjesë tjetër i dashur në publik. A dini që ndodh që është tragjikomike? A dini që Kosova importon zoll edhe gur prej Serbisë? A keni ndinj këtë fakt? Po i pyes gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. A ju vjen inati me ble zoll edhe gur Kosova në Serbi? A ju vjen inati? A ju vjen bremare? Qytetëve që në qeveri për thom, a ju vjen bremare? A ju vjen marre? Me pru situatën këtë ditë me ble gur për Serbi?
Ty atë vjen marrë. Ty atë vjen marrë. Kompania Berat Buzhalës në partnership me Zvonko Veselinovicin, I cili është ortak me vllaun e Vučićit, u kone kontraktume me pru gur pi Serbis për me marru autostradën. Që aty që ja kajt nonën Kosovës, ja shtit me gishta, me thoj, me kame, me dur, në fët, tu ja vjedh bugjetin. Po, e Zvonkoja ka pru gur pi Rashkës me marru autostradën e Kosovës. Zvonkoja, partneri Berat Bujashkës, Berat Buzhalës, ju kërkojnë gjithë se e ka bova emnin. E ti tash po do mi janë vesh këto kujna, qeverisë Kosovës, aktualisht. Jo be pur, jo be mos raj, jo be se nuk të dhez këto raj, o ti nuk shiten këto rana, I ka dek nona kësaj pune. Apo kupton? Sa ma shumë që ti del në ekran televiziv, e ran, e pështjel, e përdjel, veç ja maron vorrin politik vetës. Edhe e kini po, votat veç ju të ju ngushtu, për ditë ma pak jeni të marë, me në zipi kaloni pragun. Apo kuptoni, me bu me marë pjesë, me shu I madhi zot, me shu I madhi zot, me u bës zgjedhjet në vjetor. Jo as të nevojtorja së në mrini, se lere më pragun e dedhës shpis. Apo kupton? Nuk mund është zëtni. E vetëmja rrugë e jotja që minimumin ku të sheh popullin rrugë bile të tunga tjeta, ose as nuk të shyrë hiq, është kur ju t'ja nesni me kallëzu pse keni plaçkit Kosovën, e krejtat hajni që e keni bo me këthy të mrapa në bugjet Kosovës, apo kupton? Në pronësi publike, e me këku falje për tënat zeza që e keni bo këti veni, tu janë njës pe qeljes së derës e konakut Stanišićve e Radojčićve, deri të doktet mbyllja Institutit për Dokumentimin e Gjenocidit Serb, deri të falja tokave shqiptare armiqve, deri të bashkëveprimi I juaj politik me agendën e franquzit Hashim Thaçi për me instalu këthetrat e Serbisë në Kosovë. Edhe me pranu me kanë dëshmitar të proceseve gjyqësore për vrasjet politike, se ju I dini që ka bo, e shka ka ndodhë. E që atëhere nashta ku t'ju sheh popullin u dhe, bile nashta ju thot një të nga tjeta. A ju për me marë vot, pej sovranit, të ndershëm, të besimit për këtë ven, I ka dek nana se pune. I ka dek nana se pune. Sa ma shumë që dilin televizor të rajt, qash ma thell e maroni varrin tuaj politik. Edhe një gjo po du me jam thonë. E kum pa që I kini lëshu do faqë si pinguinash, të më thonë muë, hajdin Kosovë se s'qelë sabahi, që si farë kërcnime që ju, unë e di që ju jeni tatil, po jo bëj me dije, nështë edhe muni me mvra, apo kupton, muni me pas në fak, me mu ofru ngat, po me pështu nuk pështani. Me pështu nuk pështani sa 700.000 jetë me I pas. Këto po jo kalzej. A që ja mërmenja që unë ju tutna, pse po e kalzej të vërtetën, pra po ju kalzej. Unë e njëherë kom e dik. Edhe as një minut vo nuk më bëhet. Gjdo sekund që jetoj, që ky kom e konë. Që kom e jau për plas, të vërtetën e hidhun për ftyrën tuaj të paftyrë. Kjo e vërtetë e hidhën është e juja. Arsyeja pse unë flas kështu jeni ju. Veprimet tuaja, as një për e atyre që unë I kom zbulu, e që I kom marrë vesh se çka keni bo, unë nuk jam autori aty në veprimeve. Ato veprime kriminali janë tujat. Ju jeni autor tyne. Prandaj populli duhet ta di. Ashtë e ka që ju tut na une. Ju as andër nuk muni me pa. Qashtu që se kini pa andër që shte ma herët,
se keni pa as ëndër që vjen një grup politik, eventualisht e merr këtë shtet në dorë, edhe drejton drejt rrugës shkëputjes përfundimtare prej Serbisë, edhe kërkim llogaridhënies prej hajnave, kriminalëve, hajduq, që shini ju. Qashtu se ke pa ëndër, qashtu as ëndër nuk muni me pa që unë ju tutna. I ka dek nana saj pune. Shnet e paçi, e i dashun publik, mos harroni, abonohuni te kronikat e Barutit, por edhe mobilizohuni për me marrë pjesë në zgjedhje, sepse është domosdoshmëri etike. Qysh po i shihni këta hajnat, leqe kanë pleçkit Kosovën nga drejta e saj për me u konsolidu, e me funksionalizu, me u funksionu si shtet, e me i pas na krejt mundësit me familje tona me u rrit, e me jetu, e me lind, e me u zhvillu atje, dinjitetshëm. Këta hajna, paftyrshëm, po vazhdojnë me dalë, me u përpjek, me na rajt për pishane që i kanë bo për 20 vjet, e madje, po knedhen e po kërcënohen edhe me bon e fapuqi. Ja, po kupton, po thënë që shtatori po vjen kryengritje Hamamit. Me kanë e bën kryengritjen. Kush s'beson? Kush s'beson? Pa hajt guxoni provokoni situatën. E shet çka ndodh. Se Kosova shtet është, nuk është shtet mafioz. O shtet tash. Ndryshe ka muhabetit. Sa është më koha e banditëve. Ja, i ka dek nana saj pune. Shnet, miru pafshim.